Përshëndetje, një video të shkurtër për a ka akoma ndjenja për ty. Mendo për një person edhe të shikojmë a ka akoma ndjenja për ty. Okej, të shishpatave, të marrë vetëm 3 letra. Qoftë se shikoj që nuk e kam shumë të qartë, do marrë akoma. Okej. Ky personi ka pa diskutim ndjenja, po nuk duket se janë ndjenja shumë të bukura, do thoni pse. E kemi filluar me dyshin e shpatave, që është një person në më dyshje, që është duke i dyzuar të eci për para apo të kthehen mbrapa. Shpatat janë dhe shumë mendime, janë dhe shumë shqetësime në kokë. Shpatat janë komunikimi. E vazhdojmë me 10-ën e shpatave, që është kulmi, 10-a është mbyllja e një cikli. Do të thotë ky personi është duke vuajtur për ju, por mendon që është një cikël që po mbyllet, domethënë diçka mbaroi, ka marrë fund dhe ai është duke vuajtur. Ose unë mendoj që, sepse këtu kemi edhe 4-ën e kupave, unë mendoj që ai personi e kupton që kjo mbyllje i ka dhëmbur, ose kjo fakti që nuk mori një vendim atëre kur duhej, ose nuk mori vendimin e duhur në momentin e duhur, ka lënduar më tepër atë se sa juve, dhe këtu ju them që po, ky ka akoma ndjenja, kjo personi të cilin mendua, ka akoma ndjenja, sepse kupat janë ndjenja, janë emocionet, është dashuria, po 4-a e kupave është ajo që quhet ndryshe edhe letra, nuk si ta them, një apati ose një ndjesi që boshllliku, një situatë që pavarësisht të gjithave, edhe nëse ky është bosh nga ana shpirtërore, nëse ka pjesën tjetër të jetës nga ana shpirtërore, domethënë largimi juaj ose ky shkëputja prej jush i ka dhënë një boshllик, i ka dhënë një trishtim të madh, një cikël që mbyllet dhe një vuajtje shumë të madhe që ai është duke kaluar. Edhe këto mendimet tuaja apo ndjenjat apo dëshirën e ka akoma, por megjithatë duket sikur ky personi nuk është se do të bëj diçka tjetër më shumë se kaq.